Skuadra Vllaznisë ka nisur punën për përforcimin e ekipit për sezonin e ardhshëm, në mënyrë që të vendosë në dispozicion të trajnerit Edi Martini element cilësor. Shkodranët përkërkojnë që të afrojnë futbollistë me eksperiencë dhe ata kanë nisur edhe piketimet e para. Pikërisht njëri prej tyre është edhe ish-mesfushori i kombëtares së Shqipërisë, Sherif Kallaku, i cili është dëshira më e madhe e Vllaznisë. Star Plus ka zbuluar nga burime të sigurta se fantazisti është kontaktuar së fundmi nga trajneri Edi Martini, mesfushori nga Fushkruja është pjesë e Sepsit në Rumani prej 2 sezonesh, megjithatë pengesë për momentin është kontrata që e lidh me klubin rumun. Drejtuesit e Sepsit e shohin Kallakun si një futbollist me shumë vlera dhe të paktën për momentin klubi nuk ka dëshirë që ta largojë, duke qenë se kontrata e tij është edhe për vitin e ardhshëm. Përkundrazi, madje ata e konsiderojnë pjesë të rëndësishme të formacionit të tyre. Në fakt, ardhja e tij tek Vllaznia duket mjaft e vështirë pashka se trajneri Martini po insiston për ta bindur që e ka patur në drejtimin e TU-s pak vite më parë. Palët kanë patur bisedime, por sërish ardhja e Kallakut në Shkodër duket mjaft e vështirë. Kjo dhe nga kontrata e tij që mban të lidhur me Sepsin edhe për një vit tjetër, ditët në vazhdim do të jenë vendimtare për merkaton e Vllaznisë, ku Qeblut duken se do ta kenë shumë seriozisht në merkaton e kësaj vere, teksa shkodranët duan të ndërtojnë një ekip të fortë për edicionin e ardhshëm për të konkurruar me emra si Egnatia dhe Dinamo, që po shpenzojnë shifra të konsiderueshme për të afruar futbollist cilësor.